Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në botë, por edhe përgatitje që duhet bëjmë në Shqipëri për tingut e luftës nga të katërt anët, për ushtrinë se ku e kemi, përgatitje që kemi bërë gjithë këto vite, më shumë kemi bërë dëm apo mirë dhe çfarë mund të bëjmë në këtë kohë që na ka mbetur. Për këtë çështje do të flasim me ushtarakun, zotin Memush Abilaj, ish drejtori i laboratorit qendror të kimisë, por edhe poste të tjera mjaft të rëndësishme që ka mbajtur njohës mjaft i mirë i çështjeve të ushtrisë. Zoti Abilaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Në bisedën e fundit për komunikimin bashkë. Faleminderit ju. Në bisedën e fundit që ne kemi bërë, ju më thatë tekstualisht që NATO-n duhet ta harrojmë edhe duhet të përgatitemi. Ndërkohë që kanë kaluar vetëm disa muaj nga i parashikim, NATO po shkon drejt shpërbërjes de facto apo de jure. Problemet janë shumëta dhe shumë larg aktivizimi i nenit 5, nëse do kemi mundësi. Por tani sa të sigurt jemi ne në këto kushte? Tani NATO dhe Trakati i Varshavës kanë qenë dy organizata politike ushtarake antipodët të njëra tjetrës, të cilat janë krijuar para që mbas luftës së dytë botërore dhe kanë qenë pjesë e ruajtjes së ekuilibrit në të paktën në Evropë. Ky ekuilibër bëri që në Evropë të mos kishte luftra gjatë gati gjysmë shekulli dhe në vitet 1990 me shpërbërjen e kampit socialist, kryesisht të Bashkimit Sovjetik, që mbante në këmbë Trakatin e Varshavës, ngeli vetëm një organizatë ushtarako-politike, NATO-a. Meqense organizata kundërshtare u eliminua, doli jashtë loje, që në vitet mbas viteve 90 me eliminimin e Trakatit të Varshavës duhet ishte eliminuar edhe organizata e NATO-s, sepse nuk ishte arsye politike dhe ushtarake për të ekzistuar. Këto ide kanë ekzistuar që atëherë në vitet 90 që me prishjen e organizatës së Trakatit të Varshavës duhet prishur edhe NATO. Po dhe ideja në strategjinë amerikane ishte që NATO të kufizohet shumë, të jetë në drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këto vendet evropiane duhet të ishin, si të thuash, element të vejël përbërës të NATO-s. Por kjo nuk i interesonte politikës evropiane dhe politika evropiane synonte ta mbante NATO-n për të ruajtur veten, një dhe e dyta për ta përdorur për qëllime politike atje për interesat e Evropës. Kështu që NATO u mbajt në këmbë në këtë prizëm, domethënë në shërbim të interesave politike të Evropës. Dhe për të mbajtur në këmbë të organizat, natyrisht do gjendeshin justifikime nga më të ndryshmet. Me kalimin e kohës, u pa që NATO po degradonte dhe sot është në stagnacion dhe në qoftë se do zbatohet ajo politika e Trumpit, presidentit Trump, që thotë që në qoftë se nuk do paguani do e braktis NATO, atëherë NATO është komplet e falimentuar dhe ngelet një relike e të kaluarës. Problemet që ka sot NATO janë shumë të mëdha. Qoftë nga ndërtimi, struktura, mbështetjet, ana financiare e tjerë. Sot NATO ka një buxhet të rreth 1.5 trilion dollar afërsisht, nga të cilat 2/3 i përballojnë Amerika. Dhe kështu ka qenë. Amerika ka paguar gjithnjë të paktën mbi 50% të fondeve të mbajtjes në këmbë të NATO-s. Natyrisht kjo ndikon në ekonominë amerikane dhe në fundit janë taksapaguesit amerikanë ata që paguajnë. Dhe është reale që nëse do mbash një organizatë të tillë, duhet patjetër që të kontribuojnë të gjithë pjesëmarrësit. Se ndryshe tani ajo në fundin ngelet një organizatë që komandohet, që financohet e drejtohet politikisht dhe ushtarakisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë e kam patur parasysh këtë dhe kur e kam shprehur herë tjetër që NATO është në tërheqje, në degradim dhe ajo ka ngel një relike në duart e politikës evropiane për interesat e veta.
Politika evropiane është ka qenë baza e intrigave të luftrave të ndryshme, ka qenë politika evropiane. Parimi ka qenë të paktën në shekullin e 20, dhe siç duket vazhdon dhe në shekullin e 21 që mesatarisht një herë 20 vjet Evropa do shkaktoi një luftë. Duke filluar në fillim të shekullit 20 me luftrat ballkanike, luftën e parë botërore, mbas 20 vjetëve lufta e dytë botërore, vazhdoi lufta civile në Greqi një 10 vjet, që ishte thjesht mbështetje e politikës anglo-franceze. Pastaj pati një stagnacion, një ndërprerje. Dhe në vitin 90 filloi përsëri lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku u bën masakra dhe holokaust, një lloj si në luftën e dytë botërore, në qendër të Evropës, në praninë e Evropës dhe me mbështetjen e Evropës. Erdhi problemi i Kosovës, edhe aty ishte parashikuar nga politika evropiane të vazhdonte ajo gjendje që ndodhi në Bosnjë, por ndërhyrja e Amerikës bëri që të shpëtonte Kosova dhe shqiptarët nga masakrat që ishin planifikuar dhe që mund të kthente në realitet shtetisë sërbë. Kështu që mbas gati 20 vjetëve filloi lufta tjetër në Ukrainë. Është thjesht një përplasje e politikës evropiane me politikën ruse dhe mbështetësit aleatët e tjerë që kanë rreth rrotull ata. Lufta në Ukrainë po bëhet thjesht për interesat e Evropës, jo për interesat e Ukrainës, qoftë gjeopolitike për ta mbajtur Ukrainën si bastion lindor, qoftë edhe për të shitur materialet, armatimet dhe rraqet që ka Evropa në për depo. Kështu, sot Evropa NATO praktikisht komandohet dhe drejtohet në Amerika, e cila furnizon sidomos si fuqi bërthamore, mbi 90% të armëve bërthamore janë të Amerikës. Shtetet si Franca, për shembull, kanë pak. Gjithë Evropa ka rreth 500 mushje bërthamore, në krahasim me 4500 që ka komplet NATO. 4000 pothuajse janë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Natyrisht këto kanë kostën e tyre të madhe dhe shifrat janë marramundse që hidhen në fushën e prodhimit, mirëmbajtjes së shërbimit të armëve bërthamore. Kështu që Evropa është mësuar me një politikë të tillë që shfrytëzohen paratë e Amerikës, pa u kujdesur që të kontribuojnë edhe vetë. Dhe kjo ka bërë që ushtritë evropiane janë inekzistente. Mbahen vetëm me disa forca speciale që i çojnë andej këtej ku ka nevojë për operacione të ndryshme, jo në Afganistan, jo në vende të tjera, në Irak e ku diun, por ushtri të rregullta të gatshme për të bërë operacione luftarake mësymse ose mbrojtëse nuk ka në Evropë. Po të marrëm Anglinë, Anglia ka në teori, në letër, aty ka 75.000 forca ushtarake. Në Kopaqe ka një 30-40.000, nga të cilët gjysma nuk janë personal ushtarak, po janë kuzhinier, kamarier, doktor, shofer, ekonomiste, ushtarat janë shumë pak. Me ato forca që ka Anglia, për shembull, që është një fuqi, quhet një nga fuqitë kryesore të Evropës, me ato nuk bën dot asnjë. I vetmi vend që ka një krah fuqishëm, që përbën një krah kryesor të armatosur të NATO-s, është Turqia, e cila ka një gjendje sot rreth 1,5 milion ushtarë. Me një armatim modern, bile më të mirë se sa të ushtrive evropiane. Zotja Bilaj, po ne ku jemi, në çfarë gjendje dhe çfarë duhet bëjmë, sa kohë na ka mbetur për të përgatitur në rast se shkojmë drejt këtij skenari që edhe thatë më lart NATO drejt falimentimit? Tani, ne kemi ndjekur një politikë
të çarmatosjes, siç ndoqi Ukraina e të tjerët, që sot i kemë viktimat të asaj politike që kanë ndjekur. Ne çarmatosim gjithçka, prishim gjithçka dhe u strehuam në ambrellën e NATO-s. Është NATO që na mbron, është NATO që na bën siguron, na bën ndërtuar. Dhe një politikë pa vizion për mua është një politikë çorre dhe servile. Sepse po të lexosh rregulloren e NATO-s, që është dokumenti bazë i mbajtjes në këmbë dhe veprimtarisë kësaj organizate, ne një 3 thot. NATO është një organizat e tillë që nuk po e citoj komplet Nenin, është një organizat e tillë që ushtron vetëm ndërhyrje dhe ndihmë ndaj vendeve, por secili vend duhet të mbrohet vetë. E ka të shkruar të qartë. Dhe duhet të mbrohet vetë, të ketë aftësi mbrojtëse deri në atë shkallë sa të merren vendime nga NATO-a që ta ndihmojmë apo të mos ta ndihmojmë. Domethënë ne, asnjë agresioni duhet mblidhet Këshilli i NATO-s të vendosi e gjitha do kalojnë disa muaj në luftra moderne, për disa muaj shteti ishte zhdukur nga faqe vetë. Pra, derisa ta aktivizohet në një 5, ne kemi marrë fund. Sa të marrë vendim NATO-a, për shembull, dje jam mbledh shefat e shtabeve të NATO-s që përfundojnë në hedhjen e një ide, të ngrihet një komision që të jetë në gjendje të marrë ca vendime etj, dhe ai komision do një 6 muaj të ngrihet dhe kur të marrë në një vendim ai mjafton të jetë njëri kundra ato vendime nuk zbatohen. Kështu që unë e kam thënë që sa të vinë NATO në ndihmën tonë, nëse do kemi ndonjë problem, ne jemi shtukur nga harta e Evropës. Zoti Abile, po ta marrim nga jugu deri në Shkumbin, sa divizione kemi aktualisht? Ne s'kemi asnjë divizion. Pra ne po niset armiku nga jugu deri në Shkumbin, ne nuk kemi asnjë që ta pres. Asnjë njësi për mbrojtje. Ne një herë në kohë kemi patur një ushtri dinjitose. Bile, po më lejoni të jap ndonjë shifër, ne në vitin 90 për shembull kishim ushtar aktiv rreth 60.000 veta. 13.000 oficer plus 9.000 oficer, nën oficer dhe një kompleks të industrisë ushtarake me rreth ku punonin rreth 35.000 punonjës. Dhe mbanin në këmbë një ushtri e cila kishte shifra shumë të forta të armatimit. Për shembull, artilleria jonë fushore kishte 4.000 topa. Artilleria kundërajrore 3.200, mbështeteshin nga 12-13.000 mortaja, kishin në dispozicion 14.000 kamiona, 250, një flotë ajrore, 250 avion, 1.200 tanke, 105 anije luftarake. Ky sistem mbrojtës ishte në gjendje të zhvillonte luftë mbrojtëse, se ne nuk e kishim doktrinat tona, luftën agresive për sulmuar apo pushtuar një vend tjetër. Ne kishim qëllim vetëm mbrojtjen e vendit. Ky sistem mbrojtës ishte i aftë, i mbështetur, me rezerva për të zhvilluar një luftë 5 vjeçare. Duke patur parasysh që luftrat botërore nuk vazhdojnë më shumë se 4-5 vjet, sepse ndodh rrënimi ekonomik, ushtarak, politik i gjithë vendeve dhe lufta mbaron. Dhe gjitha luftrat botërore kanë vazhduar 4-5 vjet. Domethënë ishte llogaritur që me forcat tona ne ta përballonim këtë situatë që mund të na vinte, mund të mos ndodhte kurrë, por historia ka treguar që shoqëria njerëzore nuk ka kaluar pa zhvilluar luftra. Kështu që ne kishim ushtrin të organizuar në 21 divizione, të ndarë në 3 drejtime, në 3 fronte, që dhe përballonte dhe një koalicion armiqësh, për shembull që mund të bëjnë 2 ose 3 shtete agresive, ndofta ata nuk do kishin qëllim drejt për pushtuar Shqipërinë, por duke zhvilluar një luftë botërore
në shkallë evropiane, për shembull Shqipëria do pushtohet, nuk diskutohet. Sepse kështu ka ndodhur në luftën e parë botërore, luftën ballkanike, luftën e dytë botërore. Domethënë janë ndeshur të tjerë dhe ne kemi vajtur viktimë me atyre që kanë luftuar me njëri tjetrin. Kjo mund të ndodhë edhe sot. Ka ca fytyn shtetet të tjera psojnë të vejë si kemi ne. Prandaj ne nuk duhet të katandisim vendin në atë gjë që sot ne nuk kemi ushtri fare. Teorikisht ne kemi një ushtri në organik është një ushtri prej 7.000 vetash, nga të cilët sot ne kemi 3.500 me sa di unë. Për vitin 2024 kemi patur 3.500 veta, që quhen ushtar profesionist. Po ti shikoni ata si janë atë profesionistë jo, po nuk janë as ushtar. Do janë shumë pakca njësi të vockla që si bërthama të një njësie që mund të ngrihet më vonë. Por kjo është gjendja jonë me një fond rreth 500 milionë euro, 514 më duket ishte buxheti për vitin 2024, nga të cilat shumica e këtyre parave nuk shkojnë as për armatime të tjera, për veshje, ushqime, për gjëra quhe, për të zhvilluar tendera, kuptohet. Nuk kemi aviacion, kemi vetëm disa helikopterë që nuk i ke për asnjë gjë, ata janë për një furnizim apo në ndihmë. Bile kosto atyre helikopterëve është bërë problem sepse shërbimi për mirëmbajtjen e tyre koston më shumë se sa të blesh helikopter të rinj. Aviacion po s'kemi fare, aviacion luftarak ne nuk kemi. S'kemi flot detare, kemi vetëm ca një patrullimi dhe ato, sepse mbrojtja e Brigdetit ishte atashuar Italisë, mbrojtja ajrore ishte atashuar Greqisë, kështu që janë të tjerë që do na mbrojnë neve. Se sa e sigurt është një mbrojtje e tillë, hajde merr vesh. Dhe pastaj s'kemi as tanke as gjë, kemi vetëm ca makina të blinduara e tjera që janë thjesht për qëllime operacionale të vogla dhe në fundit ato mund të përdoren për operacione në shkallë të vogël, sidomos për qëllime policore, sepse për operacione luftarake nuk mund. Kështu që ne jemi komplet të çarmatosur në këtë drejtim. Domethënë, jo vetëm si armatim, po ne jemi edhe të pas një bazë në organizim, në trajtim, në përgatitjen e vendit për një mbrojtje të caktuar. Por nga mund t'ja nisim tani sa kohë kemi dhe çfarë mund bëjmë? Unë shoh problemin të vështirë për të ringritur sepse politika jonë nuk e ka iden fare në këtë drejtim, që të bëjë diçka për mbrojtje. Sepse ose nuk u kupton ose nuk do ta kuptoj as situatën ndërkombëtare, as situatën këtu lokale në Ballkan. Ne mbas viteve 90 politika jonë adaptoi këtë që ne nuk kemi pse harxojmë për mbrojtje sepse ne i kemi të gjithë miq. Një politik pa vizion fare. Se mund të jesh sot mik me një, nesër ai mik mund të braktisë edhe më keqja mund të kthehet dhe në armik. Këto janë ngjarje të zakonshme në histori, nuk përbën ndonjë problem. Ndërsa ne i marrim si tabu këto thonje dhe kështu e katandisën vendin që jemi pa aftësi mbrojtëse. Dhe është diskutuar shumë herë, do vëm shërbimin e detyrueshëm ushtarak, apo jo, ta vëm, mos a vëm, të kemi rezerviste, janë të gjitha muhabete që bëhen nëpër studio televizive, nëpër zyra, po praktikisht nuk ka asnjë gjë. Çfarë mund të bësh me 3.500 ushtarë që kemi ne sot praktikisht? Në kohën që Shqipërisë i duhen në një organizim operativ dhe strategjik të ketë pak një 8 deri në 10 divizione. Me këto ushtri që kemi ne sot nuk kompletojmë një divizion. Nuk e kompletojmë dot. Një divizion që ka të paktën 12.000 deri në 15.000 ushtar aktiv. Nuk e bëjmë dot. Por Shqipëria do 8 deri në 10 divizione për mbrojtje minimale. Derisa s'kemi divizione, nuk po flasim për regjimentet e tjera të tash.
ushtria jonë reduktohet në një njësi që quhet Brigada e Reagimit të Shpejtë, e cila ka sa njësi të vogla, ajo është për në, ju thash, ushtria jonë fundit ne deklarojmë që kemi ushtri, ku vjen sezoni i plazhit vetëm let shishet paston plazh nga plera. Ky është aktiviteti i ushtrisë ose vete për të shuar zjarret që ndesin fshatarët në mal. Asnjë aktivitet tjetër. Dhe me këtë gjendje edhe industria e prodhimit të armëve, municioneve dhe ajo dokoneve, pavarësisht se herën e fundit e folëm. Është folur disa herë për dha ideja në fillim për të hedhur rreth 25 milionë euro, pastaj kjo shifër zbriti në 13 milionë euro si fond për ringritjen e industrisë ushtarake. Praktikisht nuk është hedhur asnjë lek deri tani në këtë, janë thjesht ide, por nuk po shifet gjë konkretisht. Dhe tani po shohim ne që Evropa thotë, nëse doni të mbroni, prodhoni vetë armë. Dhe me e keqja është që do prodhojmë, po planifikohet të prodhojmë automatikun Kalashnikov 47-56, aty që ne i kishim një 2 milion cop dhe i prishëm, i quam për skrap. Tani do merrem prapë infrastrukturën të prodhojmë po atë armë që ne e sham e përbusëm e hodhëm në plera, e quam për skrap dhe ngelem të zhveshur në gjitha drejtimet. Ne kemi patur armatim, domethënë llogaritë që ne mund të ngrinim 800.000 trupa në rast të një mobilizimi të përgjithshëm, ose cili ushtar kishte në dispozicion 3 armë. Domethënë ne kishim në 90 2.200.000 cop armatime për ushtarin e thjeshtë. Plus mjetet tona shkonin deri tek raketat, që në atë kohë ishin shumë moderne. Dhe sot s'kemi asnjë nga ato. Ne s'kemi një mbrojtje kundërajrore. Për shembull, nisur në kundërajror, kemi ca drona që kemi marrë tani dhe po thurim larg dhe atyre dronave, por droni ngelet një mekanizëm i thjeshtë, nuk siguron mbrojtje kundërajrore masive. Pra jemi në dorë blok. Pra, domethënë jemi katandisur në atë dhe akoma nuk po merren hapa serioz në këtë drejtim. Flitet se do bëhet një domethënë mobilizim rezervist 2-3.000 veta. Prapë me 2-3.000 veta nuk e çfarë bën. Tazo me këto që mund të mobilizosh, duhet ngresh një brigadë. Ku ta çosh përpara të brigadë? Ku një brigadë në kohë lufte mund të veprojë në një terren 10-20 km në vijë i fronti, 10-15 km në thellësi. Kaq. Mund mbrosh vetëm një drejtim operativ, jo më shumë. Unë ju thash, domethënë ne kemi planifikuar 21 divizione, nga të cilat minimumi duheshin 8 deri në 10 për mbrojtjen stabile, pastaj për të parashikuar mësime të tjera, duheshin gjithë ne si kemi këto. Jo vetëm si kemi, po s'ka njeri ndërmend për t'i bërë, sepse e kemi varur shpresën tek umbrella e NATO-s. Do na mbrojë NATO, e kemi sakuar mendje në këtë drejtim nga gjitha. Dhe se vendi i NATO-s është dhe Greqia. Për shembull, po marrim një nga komshit. Greqia vjetë e ka patur buxhetin 12 miliardë euro për mbrojtje. Para disa vjetësh kishte ushtar aktiv 150.000, ndërsa vjet e ka çuar në 180.000 numrin e ushtarëve aktiv. Si vjet do të shtoj dhe 5.000 ushtarë të tjerë. Pra, komshit tanë nuk kanë ndërmend të çfarmatosen ndonjëherë. Në një përballje direkte, sa mund të rezistonim ne? Sa ditë mund të rezistonim në një përballje të mundshme? Me këtë organizim që keni sot? Po. Asnjë orë. Asnjë orë nuk ke. Domethënë Greqia mund ta pushtojë për 1 orë. Kur të doj. Domethënë nëse Greqia nisën në Kakavi, sa duan ato mjetet për të ardhur nga Kakavia në Tiranë, duan një 3-4 orë, aq është. Dhe nuk është puna që Greqia i ka të fshehta këto plane, këto ide, gjithsesi i ka demonstruar gjithnjë
Po, mori avionet nga Franca, fregatat. Në 1997, në kohën e shturjes së shtetit shqiptar, Greqia e kishte planin për pushtimin e Shqipërisë Jugut deri në Shkumbin. E publikoi, s'ngeli më gazetë në faqet të dheut dhe nuk reagoi njeri, dhe ajo bëri gati trupat për t'i çuar në Shqipëri, për pushtimin e Shqipërisë Jugut. Nuk ka sekret, çdo gjë ka qenë e hapur. Dhe ndaloi sepse Amerika dhe Turqia e kërcënuan hapur presidenti Clinton dhe ajo kryeministja zonja e hekur Tansu Çiller i dha një ultimatum të prerë, asnjë ushtar nuk do të lëvizë në drejtim Shqipërisë. Dhe kjo e ndaloi atë, jo se Evropa apo ndonjë koalicion tjetër do ndalonte Greqinë. Greqia dhe sot janë të Evropa i di, ai Bashkimi Evropian e di, i di strukturat dhe aftësitë e Greqisë dhe planet që ka Greqia për pushtimin e Shqipërisë. Edhe ligjin e luftës që s'e ka hequr akoma. Janë fare të qarta, nuk janë sekrete. Apo marrim fqinjin tjetër në veri. Marrim Serbinë. Serbia i den e kohës carëve, ku diun e ka të sankcionuar në pavarësisht nga situata që ka sot ajo që është në mbështetësi etj etj, por i det nuk i ka braktisur dhe ajo e ka në planet e veta sa janë realizueshme tjetër që të pushtoj Shqipërinë deri në Shkumbin. Dhe të dy fqinjit tanë, Jugu dhe Veriu, Greqia dhe Serbia, këtë plan kanë patur, këto i kanë fare ashiqare hapur, nuk i kanë të fsheta. Dhe politika jo mund se marrë vesh që vete lëpihet edhe bëhet servile këtyre vendeve. Jo vetëm këtyre, por këto plane i di dhe NATO. NATO i di shumë mirë, shtabet e NATO-s i dinë se çfarë idesh kanë ushtarakët grek. Dhe s'kan për të hequr asnjëherë ide nga këto. S'kan për të ndryshuar, sepse ajo është një politikë tradicionale e këtyre dy fqinjve tanë që të paktën 2 shekuj jetu e kanë të programuar, të sigurt, të vendosur që në momentin e përshtatshëm ata do bëjnë këtë, do ta coptojnë Shqipërinë. Dhe plani i coptimit të Shqipërisë nuk u prish punë fare atyre zotërinjve të Evropës. Aq më tepër me këto halle probleme që kanë të tjera. Tani që kur u dalin problemet e tyre, atëre ata kur s'do t'u bjerë ndërmend që ekziston Shqipëria, po edhe nëse ekziston punë e madhe, le të merret Greqia apo. Kështu që ne të paktën që nga dalja nga Trakati i Varshavës dhe duke patur aleancë vetëm Kinën, dhe mbas prishjesh me Kinën ne nuk kemi krijuar më aleanca të tjera, as politike, as ushtarake e tjera. Këto aleanca që janë kështu që flitet çdo ditë në televizor janë aleanca pa bazë. Janë thjesht për efekte politike e tjera, janë show. Po ne mund mbështetemi tani vetëm tek Turqia, edhe Amerika. Ne tradicionalisht kemi patur 2 aleatë. Kemi patur njëherë Austro-Hungarinë, ajo s'ekziston më si fuqi, dhe sot kemi Turqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë të qarta të vendosura që na sigurojnë mbrojtjen tonë. Po të mos ishin këta dy, ne nuk do ekzistonim sot edhe do flisim bashkë. Sepse të gjithë këta që kemi rreth e rrotull neve presin momentin. Presin një moment që të ashtu. Greqia për shembull e ka të sigurt se ka 2 shekuj e ca që ka 2 mbështetje të fuqishme evropiane, Francë dhe Angli mbrapa. Gjithnjëri ka patur këto dhe i ka. Dhe Franca ka një politikë tradicionale antishqiptare. Dhe nuk e ka fshehur asnjëherë. Dhe nuk e fshet. Ajo mbështet për arsye të historike e tjera ka mbështetur Greqinë për t'u kundërvënë Turqisë, perandorisë turke. Dhe ne na ka konsideruar gjithnjë si vend mysliman, i cili nuk mund t'i hapet rruga në drejtim të Evropës.
Dhe kjo duket që ne kemi 35 vjetë s'na qas njeri akoma tek Evropa. Po ne mund të krijojmë aleanca të tjera dypalëshe, ndoshta si Greqia me Francën, ne mund ta krijojmë ndoshta Ballkan e vogël, po me Kroacinë. Nuk po flas për Turqinë, pra se polë më larg. Kroacia është një vend i vogël, domethënë është pothuajse sa neve, megjithatë ajo ka një farë organizimi në mbrojtje, ka ruajtur strukturat ushtarake dhe ruan industrinë ushtarake. Një pjesë që ka qenë pjesë e industrisë së ushtarake të ish Jugosllavisë, të cilat ajo nuk i prishje, nuk i shkatërroi, por i kanë eficiencë. Dhe në Serbia, që ka patur në atë kohë i ka dhe sot rreth 100 uzina ushtarake, i ka në dispozicion edhe i manë punë. Një pjesë i ka në Bosnë, edhe kooperon me to. Dhe këto vende bashkëpunojnë me vende të tjera për modernizimin e vazhdueshëm të industrisë. Për shembull, Serbia bashkëpunon me Korenë e Veriut. Dihet nga të gjithë. Domethënë, blen makineri, blen teknologji, merr specialistë, kooperon, çon njerëzit e vet për kualifikime, ku diun, dhe në disa vende të tjera. Pra, nuk e ka shkatëruar industrinë ushtarake, nuk e ka braktisur mbrojtjen e vendit. Edhe Kroacia ka një seri uzina shumë të mira që i ka në dispozicion. Por nuk është një fuqi ushtarake që mund të lidhesh një aleancë, se ka potencë të vogël. I vetmi shtet që ja vlen të bësh aleancë është Turqia në Evropë, asnjë vend tjetër. Vendet e tjera ne nuk na duan. Janë teorikisht, zyrtarisht janë anti-shqiptar. Pavarësisht nga ato elozhet e ditës sipërfaqësore, llustrat e fjalët e bukura, të drejtat e njeriut, të drejtat e kombeve, ato janë prralla për kalamajt. Ata në fundit e din pozicionet e tyre dhe edhe qëndrimi zyrtar ndaj Shqipërisë. Pra do shtrëngojmë Turqinë. Pra ne në Evropë na ka ngel ky vend. Nuk ka vend tjetër që mund na shërbejë ne si aleancë. Po Gjermania, sepse Franca dhe Britaninë i rreshtuat në krahun tjetër, po Gjermania një herë një kohë ka qenë simpatizante dhe mbështetëse e vendit tonë, ndërsa tani nga problemet e shumta që ka, politike, ekonomike, tjere, nuk është në gjendje të bëjë një aleancë serioze me neve. Dhe për problemet e veta, ajo tani bashkëpunon më tepër me Anglinë. Sepse politika evropiane po fryhet gjithnjë që ekziston një rrezik rus. Kjo politikë nuk ka qenë sot, se është e vjetër e vazhdueshme, herë ngrihet, herë pije, por kjo është ideja e tyre. Ekziston një rrezik rus dhe ky rrezik mund mos jetë real fare, sepse Rusia është atje në punën e vet. Dhe nuk ka planet dhe të pushtoj Franca. Është e qartë. Kur ishte Trakati i Varshavës, ishte tjetër punë, se në një luftë ndërmjet dy organizatave të mëdha ushtarake, parashikohesh që ushtrit e Trakatit të Varshavës të dilin deri në Pirenej, bile deri në Gibraltar, ishte strategjia e tyre. Ndërsa këto të NATO-s duan të dilin në Ural. Dhe po sot nuk të paktën Rusia nuk ka këto ide. Ajo lufton për të tjera gjëra dhe sot Rusia është shteti më i fuqishëm në Evropë, për mos në botë nga ana ushtarake. Lere problemin ekonomik, që ka problemet e veta, por si fuqi ushtarake është më e fuqishme. Dhe duke e fryrë këtë rrezik të madh rus, Evropa shpiku luftën në Ukrainë para 3 vjetësh. 3 vjet e pak që filloi lufta. Dhe Ukraina u ndodh në një situatë të tillë, një herë që nuk ishte asnjë infrastrukturë mbrojtëse, dhe ajo ndoqi të njëjtin politikë siç ndoqim neve. Ukraina në 1990 ishte republika më e fuqishme në ish Bashkimin Sovjetik. Ajo si ushtri kishte 700.000 trupa, ishte rreth 300-400.000 oficerë të përgatitur dhe nga 1 milion rezervistë.
kishte rreth 500 uzina e kompani që prodhonin armatim me teknikë të ndryshme. Prodhonte të gjithë llojet e aeroplanëve, armët bërthamore, kishte 4200 mbushje bërthamore, nga të cilat 1200 ishin mbushje strategjike. 3000 ishin armë taktike bërthamore. Të gjitha këto ajo i dorëzoi në Rusi. Po që shumicën e aviacionit, e sot do më thënë, kur filloi konflikti, kishte një 200 avion, nga disa qindra që ka patur. Plus armatime të tjera, dhe kur filloi konflikti, unë e parë, u gjetë e parë motosov dhe filloi të lypte lart e poshtë, të kërkonte ndihmë, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake. Dhe shoqëria Evropa që gjeti një treg, dhe armatimet të rinin stoqe në depot e Evropës shkuan në Ukrainë. Me një kosto marrëmendse, sepse askush nuk i fal këto. Ato jepen joja si ndihma në momentin e parë, pastaj fatura vjen mbrapa dhe në qoftë se nuk ke mundësi t'i paguash, do t'i paguash me kamat, siç po i paguan. Edhe do t'i paguaj një për një. Siç po ndodh tani me Trumpin që po kërkon çdo qindar. Ai ishte në rregull. Është në rregull sepse kishte një administrat paraardhëse, e cila hodhi një sasi të madhe parash, është e justifikuar, është e pa justifikuar, është tjetër problem. Ku shumica e atyre parave janë vjedhur. Sot. Domethënë shumica e atyre. Zoja Bila, ju shikoni këtë mbylljen e këtij konflikti në Ukrainë. Edhe rolin e SBA-s, por edhe këtë misinë e re tani me Rusin, atë që mund ndodh me Kinën, pra si e shikoni në tërësi? Kujt do të jetë ky shekull? Tani këto shpenzimet i paguajnë gjithë një të vegjëlit. Dhe ata që hidhen qorrazi në për aventura. Ukraina kishte një marrëveshje, ato të Minskut të 2014-s, ku shtetet kryesore të Evropës kishin bile dhe BE-ja ka firmosur që Ukraina, bile ata kanë dhënë kushtetut që Ukraina është një vend asnjëanës i pa angazhuar që nuk do angazhohet në asnjë lloj aleance ushtarake etj. Pa pritur e pa kujtuar, vjen një udhëheqës aty që nuk i pranon këto dhe kërkoi andarësimin e NATO etj. Dhe krijoi një konflikt. Ai krijoi vetë, ai nxitën të tjera për ta krijuar, puna është që do vinte kjo punë që ndodhi. U parashikuaj që lufta në Ukrainë ishte një luftë lokale. Domethënë luftë ku do shiten materialet që i duan tregut të luftës. Sipas ligjit të luftës, lufta është biznesi më i madh. Është ligji themelor i luftës. Domethënë ai që bën luftë e bën për biznes. Një herë një kohë armët prodhoheshin për të bërë luftë. Sot bëhet luftë për të prodhuar armë, për të shitur armë. Domethënë ky është qëllimi sot i luftës. Lufta si vazhdimi i politikës është tregu për të shitur armë. Dhe luftra lokale nuk angazhojnë shumë aleanca drejt për drejt, por indirekt. Lufta në Afganistan vazhdoi 20 vjet, në Indokinë 20 vjet, kudo që ka patur luftra lokale ka vazhduar mbi 10, 15, 20 vjet. Derisa shiten ose arrihen ato qëllime që duhen. Dhe Evropa e kishte për të vazhduar 20 vjet të vazhdonte lufta në Ukrainë, derisa të shkatërrohesh komplet Ukraina dhe të shiteshin të gjitha rraqet që flën nëpër depot e Evropës. Ky ishte qëllimi, nuk ishte ndonjë qëllim tjetër. Puna është që ndodhi një ndërhyrje, vjen një president në Amerikë që nuk do që të ndodhi këto punë dhe unë e parë ky president do të vë rregull në shtëpinë e tij dhe tek aleatët. Evropa është në një gjumë letargjik, po t'i themi kështu,
nga pikpamja e mbrojtjes e zhvillimi e tjera. Është në një stagnacion total. Ndërhyrja e Trumpit është një lloj si kur i ka dhënë një goditje në kokë, një grush të fortë Europës, mbasi i del gjumi. Ai gjumë letargjik në të cilën ka vite që flë. Dhe drejtohet nga menaxherë që nuk kanë asnjë vizion përveç xhepit të tyre personal ose të shtetit të tyre. Dhe tani janë ndodhur përpara një fakti të kryer që ajo luftë do mbyllet. Sepse ai shefi i madh nuk do. Mbyllet po pa garanti që mund të rikthehet sërish. Garancit i vën vet, ose i prishin vet. Për shembull, një nga garancit ishte marrëveshja e Minskut. E prishën atë, e prishën vet. Domethënë e prishin Ukraina bashkë me nxitjen e tyre të perëndimit. Dhe garancit ose i vendosen vet palët që janë aty, ose do vënë disa forca të tjera si paqëruese për të mbajtur rregullin aty që të mos ketë incidente ndërmjet dy vendeve. Këto gjëra rregullohen kur do shefi. Kur nuk duan ose nuk zgjidhet ky problem. Por kjo duket që do zgjidhet, do marrë fund shpejt, sepse Trump i shikon perspektiva të tjera, nuk merret me mendjet e evropianëve që e kanë mendjen ku të kurdisin në një sherr në Evropë ose jashtë. Trump i ka shef larg. Po shef larg, po çfarë shef për Ballkanin? Ballkani është një pikë e vogël tani në gjithë këtë globin toksor, në këtë politikë të madhe ku Trumpi do ketë përballë Putinin, Erdoganin, Kinën, e këto do rregullohen këto probleme të mëdha. Pastaj do t'i vi radha dhe vendeve të vegjël, Ballkanit nuk e di dhe neve tani kur do e kemi radhën që të heqim vëmendjen e politikës së madhe botërore. Dofta nuk na vjen radha për t'u ashur, për të tërhequr vëmendjen se jemi shumë të vegjël, jemi pa vlerë politike, jemi pa vlerë ekonomike, pa vlerë strategjike. Por në një sherr mund ta kurdisim dhe ne, si kur thatë ju për Europën. Po pra, sherrët kurdisen gjithmonë, domethënë kur duan. Edhe po të shikosh ajo që quhet Casus Belli, është kurdisur gjithmonë. Të gjitha luftrat kanë filluar me një sherr nga një herë që ka qenë banal. Ne, kur Italia sulmoi Greqinë në 1140-ën, u gjet një sherr që ishte një Daud Hoxha, ishte një çoban me dhije aty në kufi. Bënte kontrabandë bagtish ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, e vranë italianët atë dhe thanë e vranë grekët dhe u filloi lufta. Domethënë kjo shërbeu si Casus Belli, një sebeb, jo shkak, por një pretekst për të filluar një agresion. Dhe këto gjenden gjithnjë, bëhen gjithnjë, i din të gjithë, hyjnë në të gjitha, janë në protokollet e të gjitha fillimet të luftrave. Nuk është as e re, as e papritur kjo punë. Kështu që ne, duke qenë vend i vogël, duhet të mendojmë mirë. Si duhet veprojmë, si do ta ngrëmbrojtjen, si do të jetë politika që do na siguroj ekzistencën e këtij populli dhe këtij vendi kaq të vogël. Por deri tani, me atë që kuptova, në gjykimin tuaj nuk ka plan për këtë. Jo. Sepse ne mirë armët, por gjendja e bazave ushtarake si është? Infrastruktura, se mirë armët që u shkatruan. Ne shkatruam gjithçka, domethënë ra epidemia e shkatërimit total. Se ne shkatruam dhe kombinatet, dhe uzinat, dhe fabrikat e reçelit, dhe fabrikat e bukës, edhe ujësirësat, prem dhe pemët, dogjen dhe portokallet, dhe kjo ishte një çmenduri kolektive që një epidemi që i kap her pas here popullit. Nuk është puna që na kapi ne se ka ndodhur të shumë kombe kjo punë. Kur vjen në një dorë të keqe të trajtimit të vendit.
Mund të ndodhi këtu, po ka ndodhur në çdo vend. Franca, për shembull, është përfshirë një kod i gjatë, po se po ndoshta shkëputem nga tema, në një lëvizje që quhet zhakëria. Ju shkatrua shteti, pothuajse u shkatrua komplet. Zhakëria është ngritja e llumit dhe shkatroi gjithçka. Domethënë nuk jemi ne të parët. Kam e 10 shembuj në çdo vend. Ne kaloi ajo smundja e shkatërimit, por politika që erdhi me këto ide, në vend që të frenonte dhe të ringrinte ekonominë, të mbante rendin aty, u hot në një fushë tjetër, përqafoi korrupsioni. Zotja Bilaj, po, më thuaj. Kështu që kemi 30 vjeçar që nuk po stabilizojmë veten. Tani nuk do vinë të tjerët që na thonë neve, hap gojnë se do ju ushqejmë. Kështu që vendi duhet nxjerrë patjetër udhëheqësa. Do deputet. As politikanë që bëjnë nga as kryetar partije, se ata nuk janë udhëheqësa. Janë udhëheqësa ata që i shërbejnë kombit, kanë vizionin se çdo bëjnë dhe si do ta orientojnë vendin për të mbijetuar ky vend i vogël, ashtu si gjithë të tjerët. Por është politika e që përcakton, do përcaktoj aleancat, drejtimet ekonomike, drejtimet politike, e kudion, dhe ne tani nuk kemi gjë. Dhe në bashkëpunim, për shembull, ne sot jemi 2 shtete shqiptare. Po pikërisht, atë do thoya në pjesën e fundit kisha lënë Kosovën. Pikërisht çfarë mund të bëjmë në bashkëpunim me Kosovën? Ne kemi shumë bashkëpunime. Domethënë, në të gjitha fushat ne kemi bashkëpunim me Kosovën. Komplet. Sepse në fundit jemi një kom. Jemi në 2 administrata të ndara, po jemi një kom. Po të 2 klanet drejtuese atje dhe këtu nuk janë ulur një herë të bëjnë një plan për mbrojtjen e këtij komi. Nuk ka. Nuk ka një marrëdhënie. Edhe vitin e fundit që nuk ka ngjitur njëri pa folur me njëri për situatën në botë, nuk e di sa herë mund të kenë folur 2 kryeministra. Aq herë janë takuar e do takohen, nuk u bjen ndërmend fare, sepse është krijuar kjo psikologjia, na mbron apo. Dhe kjo do jetë fatkeqësia jonë. Kjo teori, që ne na mbron NATO, nuk në rast të një konflikti, NATO as do marrë vesh se ku ka problemet e veta, hallet e veta. Edhe s'do bjen ndërmend që ekzistojmë ne këtu apo jo. Fare, kjo të jemi të qartë. Duhet të mendoj vetë, domethënë të kthehemi tek ai proverbi i thjeshtë, thotë i Zoti e nxjerr gomarin e balta. Si mund shkrihet historia jonë me atë të Kosovës, me forcën e sigurisë Kosovës në një? Mundet që nga ana administrative të mos krijosh një secili të ketë atë ushtrinë e vet, minimale, sa duhet për ato, bazën e vet materiale, bazën furnizimet e kudion çfarë i duan një enti ushtarak për të përballuar një situatë të vështirë që mund të vijë në një moment. Dhe parama duhet të jenë planet e përbashkëta, strategjike dhe operative. Që çdo bëjmë në rastin e kërcënohet del një situatë kërcënuese ndaj kombit tonë. Çfarë do të bëjmë? Dhe do t'i kemi letrat gati. Si do mobilizohemi? Çfarë do bëj njëri, çfarë do bëj tjetri? Detyrimet reciproke me njëri tjetrin, si do mobilizojmë edhe sa do mobilizojmë? Ku do lidhim aleanca? Ku do e presim furnizimet e tjera me radhë? Këto gjëra bëhen dokumentacione, marrëveshje, plane strategjike, mbyllen zarfe dhe mbahen sekret. Por ne nuk kemi asnjë lloj veprimit të tillë deri më sot. Nuk është në një gjë të vesh bësh një stërvitje, merr një tokë këtu, çohen në Kosovë ose bjerë anasjellës aty dhe mbushet ekrani televiziv dhe thua ti sikur jemi ne forcat të armatosura. Por atje marrin pjesë 20 veta gjithsej. Duhen plane të sakta, të qarta se çfarë mund të bëjmë neve dhe ç'duhet të bëjmë. Duhet të bëjmë për ekzistencën tonë. Një ushtri, sa mund të jetë ushtria që na duhet neve, Kosovës dhe Shqipërisë? Sa duhet kemi nga dishmëri? Një ushtri e pajisur mirë, e drejtuar mirë,
me armatim modern. Dhe duke patur dhe një aleancë, duhet të vej rreth 100.000 vetë për kapacitetet tona. Dhe kemi mundësi të mbaj, të përgatisim. Mundet mos jenë të gjithë aktiv, do mash aktiv një pjesë të vogël. Do kesh rezervist, po të dihet se kush është rezervist dhe çfarë do bëjë ky rezervist. Do të përgatitet një herë pa një periudhë të caktuar gjatë vitit, duhet di ku e ka armatimi, ku do furnizohet, ku do vishet, ku do ushqehet, të gjitha këto të vejnë në vendin e caktuar dhe të kryejnë detyrë të caktuar. Marrim Zvicrën. Zvicra është një vend asnjanës, neutral, i mbrojtur nga të gjithë komunitetet ndërkombëtare, nga të gjitha, nuk e prek njeri. Ka një ushtri 250.000 veta. Sot, që po flasim ne bashkë, 250.000 veta, rezervist dhe aktiv. Kush e kërcënon, kush e trëm, kush e shqetëson, Zvicër asnjë. Pse i mban këtë ushtri? Dhe atje ai rezervisti e ka çantën e shpinës në shtëpi, ose në vendin e punës. Që në një rast rreziku ose alarmi ose kërkese që bën shteti, ai merret, vishet dhe shkon në vendin e caktuar. Pse Zvicra e ka? Që ka gjithë ato kushte mbrojtëse etj. Ka dhe një pasuri të madhe që mund ta mbajë këtë ushtri. Dhe ne duhet kemi. Po jemi mëshirë të fatit tani, do themi ne ore do vinë ata të NATO apo jo. Megjithatë Kosova është një hap më përpara nesh. Me sa duket të jashtë. Kosova është duket sigurisht pak më përpara sepse aty kemi një bazë amerikane, që është bazë amerikane jo e NATO-s. Në Terizë. Janë ca baza një qik më të vogla të KFOR-it të NATO-s, domethënë që menaxhohen nga Evropa, dhe janë ato që japin një figurë mbrojtëse, një aureol mbrojtëse Kosovës. Plus që Kosova tani ka përgatitur dhe ato forcat policore, forca speciale të afta për të kryer veprimet që i duan policore. Në këtë rast edhe është krijuar ideja që ka një aftësi të mirë mbrojtëse. Po nuk janë këto sepse në një moment nëse nesër pas nesër NATO do shpërbëhet, aty do ngel vetëm baza amerikane. Nuk është NATO sa. Ajo mund të jetë simbol dhe mbështetje edhe për të dhënë kuraj, edhe për të trembur të tjerë që mos ndërhyjnë aty se jam unë. Po në fund nuk mjafton kjo. Pra ato që shohim ne kur bëjnë stërvitje, ato forcat speciale, ato janë pak. Janë aq pak sa në një moment vështirë ato s'bëjnë dot asgjë. Sepse në një luftë moderne, tani sa të gjesh ti ku e ke aleatin, ku e ke atë me këto lidhje që të marrësh vendimet, mbledhësh parlamentin etj, të kanë fshirë në faqe dhe kështu që ne duhet të kemi një strategji të përbashkët kombëtare, se do mbrosh edhe komunitetin tonë që kanë në Maqedoni apo në Malë të Zi, se edhe ato mundin të nështrohen masakrave. Se si, atë nuk e di njeri, se si mund të zhvillohen ngjarjet nesër pas nesër. Sepse korpusi holandez ishte në Bosnjë atje, po për 3 ditë ndodhi masakra e Srebrenicës, ku serbët vranë 8.000 veta. Mu përpara të gjithë atyre europianëve të ndëruar aty. Edhe pastaj nuk kishin idenë që pse ndodhi ky, ndodhi etj. Ndodhi në zemër të Evropës. Kush garanton që nesër pas nesër nuk mund ndodhin këto edhe në një vend tjetër? Apo edhe ne, domethënë i lutemi Zotit mos na ndodhi, po me lutje nuk bëhet kjo punë. Bëhet me masa konkrete. Zoti Abile, me çfarë fjalësh edhe me çfarë mesazhesh do ta mbyllit për qytetarët dhe për pushtetarët? Unë në lidhje me pushtetarët janë skeptik, sepse është pushteti dhe politika që e ka sjell Shqipërinë në këtë drejtë. Kemi fare pa imunitet mbrojtës. Politika ka bërë pjesën e vet në lidhje me çështjet ndërkombëtare etj, probleme të tjera të brendshme se Shqipëria ka plot
po ka lënë pasdore këtë mbrojtjen e vendit. Mbrojtja e vendit është trupi imun për të mbrojtur organizmin. Pra, pushtetarët nuk janë shumë të interesuar ose nuk e kanë shfaqur këtë, nuk kanë vepruar në interes të mbrojtjes së kombit. Fare. Ndërsa qytetari nuk duhet, për mua, nuk duhet të harrojë që ka një detyrë qytetare për ruajtjen e vendit të tij. Çdo kombë në botë e ka këtë detyrë. Çdo qytetar duhet të jetë ushtar në një moment të caktuar. Ndërsa tek ne, nga ana psikologjike, sot është e pamundur që të gjesh qytetarët që t'i vej mendja, sepse nesër pas nesër mund të përplaset dhe të përfundoj te një njeri me uniforme me një pushk në dorë të mbrojtur vendin. Dhe kjo është pasojë e politikës dhe problemeve të tjera që kemi kaluar neve, po është pasojë në rast parë e politikës që ka të abandonuar çdo ide dhe çdo veprim në interes të mbrojtjes së vendit. Zotë Abitani, unë të falenderoj shumë për gjithë analizën e detajuar, ishte shumë kënaqësi që zhvilluam këtë tetë, e cila është e dyta, shpresoj që në vijim të mos të komunikoj sërish me ju për këto probleme dhe shpresoj që ata që marrin vendimet na dëgjojnë, ju dëgjojnë. Faleminderit për bashkëpunimin dhe le të takohemi edhe herë të tjera për të diskutuar për situatat.